Ish-banorja Big Brother VIP Sara Gjordeni ka reaguar në Instagram pas ndarjes nga jeta të ish-kryeministrit Fatos Nano. Sara Gjordeni shprehet se ka ndjekur që fëmijë intervistat e Fatos Nanos dhe ka mësuar shumë prej tij. Gjordeni thekson se Fatos Nano mbetet një nga politikanët me ironinë dhe fjalorin më interesant dhe të pasur, ndërsa ka rrëfyer çfarë bënte kur ishte 12 vjeç. Nuk postoj asnjëherë kur ndërrojnë jetë personalitetet sepse duket si teatër mediatik që është shpeshherë ma shpif. Këtë zotrin sot do e postoj sepse lidhet drejt për drejt me aftësinë time më të komplimentuar oratorin. Ulesha me një blog që ishte duke u bërë cop-cop vetëm pasi i dilnin intervistat e tij për të mbajtur shënim çdo fjalë të re të cilën e dija se do të më jepte avantazh në bisedat në shkolla apo aftësitë argumentuese në jetë. Një mentor i huaj në heshtje. Faleminderit, shkruan Gjordeni në Instagram. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.